Turizmi ka bërë arritje të madhe, siç e tha dhe kryeministri, në infrastrukturë. Baza është, domethënë, për detin janë bankinat edhe molet. Ku aty do të shkojnë shkafet, do sepse disiplina sportive bëhen fikse, bëhen me mjete në det, edhe bëhen me not, aqua, langje, zhytje, sharjan ato. Këtu në Shqipëri, sidomos në qytetet bregtare, po thuajse nuk ekzistojnë fare. Del në një amator, në një kështu, bën gjëra të vogla. Kjo është kryesorja. Turizmi pa disiplina sportive, shin nautika, windsurf, tërhiqje, bombla, zhytje, gjitha ato. Kjo. Pjesa tjetër pastaj është, nuk di çfarë të them unë, pse është dhe këtu nuk mburret tjetri në sy, po do t'ja themi, apo jo, këto që themu besoj edhe juve do jeni dakord me mua. Unë hypi makinës këtu për 4 orë për të gjithë Shqipërinë, nga Shkodra deri në Fteljes. Dëgjon, rrugët janë bërë bilardo, dëgjon, ndjen kënaqësi të madhe kur udhëton. Dhe këtë ka bërë siç nuk ishte, e siç është tashti. Krahasimi s'është nevojë se e ndjeni vetë të gjithë që udhëtoni. Po këtu ku i gjeni këto? Vetëm Vlorë dëgjon nga këto. Ku e gjete këto rrugët janë bërë bilardo? Se kisha dëgjuar një herë. Po ku i gjeni këto më, ha? Të vetë jeni për të krijuar në ato, rrugët janë bërë bilardo. Po rrugët gjalp, hajde se kjo është çik si nga Shqipëria mesme. Po rrugët janë bërë bilardo. Bukur shumë, pëlqeu kjo. Përshëndetje. Unë doja të thosha që ne na dalin disa detyra për të patur një qëndrueshmëri në turizëm dhe për afatet e njerëzve që të cilët duhet të rikthehen prapë në Vlorë. Në drejtim të pastërtisë edhe të higjienës. Mendoj se ky aksi nga Vlora në Orikum duhet të marrim një nismë si bashki edhe si operator që të eliminojmë kazanët e mbeturinave në rrugë kryesore. Në modalitetet dhe mënyra për ta rregulluar këtë ka, edhe të gjithë janë të bindur që mund të realizohet, kështu që do të ishte më mirë që rruga të ishte e pastër, plus investimeve që po bëhen në këtë zonë, pra nuk mund të themi që kazanët e mbeturinave bashkëjetojnë ose qëndrojnë me investimet që po bëhen në lungëmarrje. Ndërsa tjetra, unë sot mëngjes kam ardhur nga Dukati drejt Vlorës, nga Dukati në 7:30, dhe makinat që kanë ikur në drejtim të Bregdetit kanë qenë pa numër. E them me bindje pa numër që nuk kishin të mbaruar. Pra, detyra tjetër është që zona e Orikumit duhet lidhen patjetër me urban. Dhe të gjithë njerëzit që punojnë dhe të gjithë ne që ushtrojmë aktivitetet andej, kemi fugona dhe makina për transportin e njerëzve nga Vlora në bizneset tona. Pra, urbani nuk them që duhet vej deri në Orikum, po të shikohet mundësia që 2 herë në ditë të vej dhe deri në Llogora, se Llogora është kthyer në një destinacion tjetër dhe nuk është më siç ishte më përpara në një mens të zakonshme. Dhe tjetra do të thosha që të rregullohet dhe stacionet e urbaneve në për qytet edhe në destinacionet që janë këtej për nga Bregdeti.